Një 16 vjeçar është mbytur në mezit, ndërsa po lahej në afërsi të shkëmbit të Kavajës. Sipas së dhënave të parë, adoleshenti nga fshati Shkallnur i Durrësit, me iniciale AK, ishte duke u larë në det, kur është përfshirë nga dallgët, pavarësisht ndihmës së dhënë nga pushuesit aty pranë. 16 vjeçari ka ndërruar jetë ndërkohë që kanë nisur hetimet për shkaqe të vdekjes. Një trup i pajetë është gjetur në plazhin e Drimadhës në Dhërmi. Sipas burimeve policore, viktima është një 28 vjeçar nga Elbasani, me iniciale DV, i cili punonte si kamarier sezonal në Dhërmi. Në trupin e viktimës ka shenja të dukshme dhune, çka le të kuptohet se mbi të është ushtruar dhunë. Uniformat blu ka ndaluar dhe pronarin te i cili ishte punësuar viktima. Një automjet është përfshirë nga flakët në Vlorë. Ngjarja ka ndodhur në bulevardin Vlorë Skel, ku automjeti me targa FR 7124C ka shpërthyer në flak ndërsa ishte në lëvizje. Shpërthimi ka ndodhur në pjesën para të automjetit, për arsye ende të paqarta. Në automjet ka qenë vetëm drejtuesi, i cili ka arritur të dalë përpara shpërthimit pa u lënduar. Në vendin e ngjarjes kanë vërritur dhe forcat e policisë, të cilët kanë mundsuar dhe heqjen e automjetit, ndërkohë po punohet për zbardhjen e këtij shpërthimi të papritur. Edhe në Thuman të Krujës, një ndërtesë dykaçe është përfshirë nga flakët. Sipas së zjarrit janë djegur dy banesa, ndërsa bëhet me dije se nuk ka të lënduar në njerëz. Shërbimi zjarfikës i mbërritur në vend ngjarje ka mundur të vërë flakët në kontroll, ndërsa po punohet për të gjetur shkaqet e rënies së zjarrit.